Për lajmërim, po ja jap gjithve. Dine për pasojat që keni pas nëse për shkak veprimeve tuaja mërgatës ju ja mohoni formën e votimit përmes postës. Kanë vajtire mos votohet ky plani buxheti sa bjen ndesh me rregulloren fuqi. Janë në përgjithësinë të si kryesuesi që nuk e çet amandamentimin këtu. Keni abuzu, kanë abuzu i madh i vogël kush është shumë herët në mos shkurt. Çi kema panika. Kush është për miratimin e planit buxhetit për cilën ka ardhur nga sekretariati? Kryetari ndoshta më mirë është mos mori amandamentimin. Jo, veç unë nuk desa me hi për diskutime, veç duhet mi pas parasysh. E keni një mail se cili... Na nuk kem probleme tjera me buxhetin, me planifikimin e keni një mail nga sekretariati. Po je obliguar me çit në propozime. Se kështu, Randin e ditës se kemi miratimin e planit buxhetit. Po pikërisht e kemi miratimin e buxhetit. Se krijohet lokale, jeni të shku drejt lokalës. Je obliguar me çit një propozim, nëse kalojnë pjesë tjetër në çështën e buxhetit. Unë e qesim votim planin e buxhetit, pastaj e qesim në votim edhe amandamentimin, edhe tash në mënyrë ose tjetër. Jo. Amandamentimin ja pastaj buxhetin, se ashtu rrezikon me bloku startin të të Jo. Shkojmë me rand sipas randit ditës që e miratuam. Po insistoj që me pas. Po insistoj pra që me pas amandamentimin pastaj buxhetin. Nëse keni diçka, problemi nuk di çfarë më votu. Mas pati kam votu planin buxhetit, pastaj kam votu amandamentimin. Kanë vajtire mos votohet ky plani buxheti sa bjen ndesh me rregulloren fuqi. Janë në përgjithësinë të si kryesuesi që nuk e çet amandamentimin këtu. Sepse më shumë e këshyr koston se sa integritetin e procesit zgjedhor. E kjo s'do duhet mendoj, paktën nga jo si kryesues. Po kjo këngulja me çdo kusht me amohu pjesëmarrjen në proces zgjedhor mërgatës. Kjo është nuk e di kjo panik ka vjen pse vjen kështu. Edhe njerë, po të tregoj kolegë. Shkurti që keni abuzu, kanë abuzu i madh i vogël kush është shumë herët në mos shkurt. Çi kema panika. Ti çështu e menon, edhe vazhdon me menon. Jo, po ti ke shkuna së gjykata. E keni dërgu kolegen e ju, natë ditë gjykata keni nejtë, pikërisht për shkak të mos shkurtit. Nuk është problem, Nuk është problema. Qa tu ka nisë këtë fillit saj. Edhe Kom keni shku, pranuar jo veç për atë çështje, po edhe për çështje çështje tjera dhe shkelje tjera, edhe prap vazhdoj edhe do të shkoj edhe do t'i denoncoj. Cilin do keqpërdorus për çfarë do lloj shkelje. Po edhe kolegu, edhe ti, që i dini me emna mbi emna ata që kanë shkel, pse të shkut mi denoncu ju. Ju nuk shkut mi denoncu. Po shkova jo, si ke denoncu ti. Ju, në fare zoti, juve ju kanë dalë përgjimet, ku kryetari ju i partisë e kam shel atë çështje, po kishte prokuror të hajrit, ajo çështje kishte dalë edhe ish mshel, po kjo nuk do të thotë që na do të mi mshel tash, mi mshel qendrat e votimit, pse dikush keq përdor në një qendër votimi. Po ne do të më marr me keq përdorusin, po me lan qendrën e votimit dhe votues me votu. U tham pasaksi, e para edhe një herë, ta kesh parasysh i lirë ti edhe krejt kolegë. Rregullorja është bë vetëm për zgjedhjet të cilat sapo i kalu. Po shkruan në marrëveshjen që kemi pas secili prej nesh. Po nëse don me kon, aq në atë nivel me shku, atë le të mbetet në fytyrën tonë. Ai kupton në fytyrën e secilit që mundohet me e deformoni të vërtet që ne e dim. Ti po thu ligjet, çfarë me kry. Ti po thu ligjet, çka na morr vesh na për ligjet çka ka thënë. Jo, s'është ligja, ja. Ligji për miratuar ai. Pak e kemi ndryshuar me 6 qershor, 5 qershor. Edhe e dini mbi çfarë baze kemi rregulluar. Pikërisht me qëllimin me përmirësuar procesin në zgjedhjet e rregullta. Në zgjedhjet po, që kjo është. Vesh trego ku po lexon. Që kjo është se pajtona plotse, mbi bazën, mbi çit bazë, shumë procese dëmshme i keni bëju këtij veni. Mbi çit bazën e tradhtisë dhe mashtrimit. Po vazhdoj çështja e jotja, edhe juja edhe merrni dënimin ta kena marrë shtetin e unë veç po tu jo, po shumë e qartë. Se këtu edhe vlerat njerëzore i keni humbë me diskutu me juve çështjet integriteti zgjedhor. Sepse me vetdijet plot, e dini çka kemi bisedu. Edhe çysh kemi dashur
me përmirësu procesin. Kush është për miratimin e plakut të buxhetit me amandamentimin e propozuar nga Arianiti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kundër, amandoj ose abstenim për pa amandament, me gjithë se kaloj, unë jam për këtë pjesën tjetër pa amandamentim, po me gjithat, sekretariati udhëzohet që me përmirësu buxhetin lidh edhe me plotësim për amandamentim edhe e shohim se që mundet me vazhdu. A ka dikush diçka në pikën e të ndryshme, unë Alban? Vesë një paralajmërim, po ja jam gjithë, edhe zoni Smithera që votoj për këtë pjesë. Paralajmërimi është kështu. Me 12 dhjetor fillon afati i votimit përmes postës. Ju tash që keni votu për, ju veç buxhetin e votu, pra pjesën shtesë, dine për pasojat që keni pas, edhe publikisht, edhe administrativisht, edhe cilat të qofshin, nëse për shkak të veprimeve tuaja, mërgatës, ju ja mohoni formën e votimit përmes postës. Shtu që le t'i merr secili përgjegjësitë e veta, sot ka njerëz që votun për një buxhet i cili në bazë të raportit sekretariatit, thot që është abuzim me qatë buxhet, çfarë do operacioni që bëhet sepse nuk e mrrin qëllimin për cilën bëhet, dijeni që jemi duke ndërmarrë veprime korruptive, përveç edhe veprime që e pamundsojnë kryen e një të drejte kushtetuese që mërgata. Unë e kisha bërë veç një sa,